Në KZAZ numër 70 të qytetit të Pogradecit ka nisur shpërndarja e materialeve zgjedhore që do të zgjasë disa orë. Kryetari i kësaj KZAZ-je, Mandi Mekolli, ka deklaruar se janë paraqitur grupet e komisionerëve të qendrave të votimit dhe se materialet do të shpërndahen në 7 njësitë administrative të bashkisë. Ndërkohë, me vendim të gjykatës për herë të parë, pritet të votojnë edhe gratë që vuajnë dënimin në institucionet e vuajtjes së dënimit në Bojsk. KZAZ 70 Bashkia Pogradec ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Si fillim shpërndajmë zonat më të largta, si që është komuna njësi administrative Velçan, proptisht, Trebinj, Masandaj, Udënishti, Qërava, Buqimasi dhe Pogradeci. Procesi nisi që në orën 9 të mëngjesit, janë përfunduar ndarja e materialeve zgjedhore për komunën Velçan dhe proptisht, po fillojmë me Trebinjin aktualisht dhe çdo gjë ecën normalisht. Deri tani nuk ka asnjë problematik, të gjithë komisionerët janë paraqitur, çdo gjë ecën normalisht. Nuk është themeluar qendra e re votimi, KZAZ-ja 70 ka 106 qendra votimi, po aq sa çka patur herën e kaluar. Me IEVP-n presim, kemi një informacion nga vetë strukturat e IEVP-s, si dhe nga KQZ-ja, sepse presim vendimet e gjykatës për personat të cilët i jepet e drejta për të votuar. Mbasi të na vinë vendimet e gjykatës, do t'i protokollojmë vendimet e gjykatës bashkëngjitur dhe listën e votuesve që ka vendosur gjykata dhe do i jepet e drejtë për të votuar në qendrën më të afërt të votimit, që është qendra e votimit numër 3936. Ndërkohë, shpërndarja e materialeve zgjedhore ka nisur edhe për bashkitë e Maliqit, Devollit dhe Kolonjës.